Nderuar teleshikues me mbrëma, pa humbur kohë nisim të emisionin të Studio Sport, ku do të flasim gjithësisht për disa sporte, por natyrisht futbolli, kategoria superiore, por edhe Kupa e Shqipërisë janë në vëmendje. Kemi edhe kategorinë e dytë në futboll, kur ekipi Elezhan Beslidhi është shpallur kampion i Shqipërisë pas fitores në grup, ka fituar dhe finalen me Urikun dhe ka fituar kupën e kategorisë dytë, dhe tashmë është në kategorinë e parë. Do të kemi futsal, Vllaznia fiton derbin klasiken me Tiranën dhe udhëheq tashmë me plus 7 pikë diferencë nga ekipi më i afërt që është Tirana. Kemi atletike, kupa është kampionati kombëtar U18 ku Vllaznia vazhdon të fitojë grup moshe pas grup moshe, kësaj radhe ishte U18, ndërkohë që kemi pasur edhe gjimnastik, kampionati kombëtar gjimnastikës artistike ku Vllaznia ka qenë ndër më të mirat në Shkodër. Do flasim edhe për basketbollin natyrisht, ku sonte përpara pak minutash në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishit të Shkodrës është mbyllur gjysmëfinalja e dytë e fazës play-off, kampionati kombëtar i Superligës për meshkuj në basketboll, ku Vllaznia u mund nga ekipi i Tiranës. Kjo është humja e dytë, pasi humja e parë është besuar në kryeqytet javën e kaluar dhe tashmë me 2 fitore radhazi Tirana ka hedhur një hap sigurt, më themi përpara, po akoma nuk është mbyllur gjithçka. Do të luhet ndeshja e tretë në kryeqytet. Nëse Vllaznia fiton ndeshjen e tretë në kryeqytet, atëherë do të ketë ndeshjet katërt në Shkodër dhe deri në një moment kur njëra skuadër realizon 3 fitore. Kjo është formula e Federatës Shqiptare të Basketbollit. Ndërkohë që krahas Beslidhjes në kategorinë 2 do flasim edhe për Shirokën, se Shiroka akoma, edhe pse nuk arriti të kualifikohet direkte në kategorinë e parë përmes kampionatit, ka akoma shpresa, ka fituar takimin e parë të play-offit me ekipin e Shijakut dhe ka ndeshjen e dytë me Supotin e Librazhdit. Kam në studio Evlis Plorin, një emër tashmë mund të themi strategike për kategorinë e parë, kështu e ka konsideruar edhe vetëm Plori, babai i kategorisë parë. Është një shprehje që e parapelson edhe vetë Plori. Mirë se erdhe Plori. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E keni theksuar jo këtë radhë për kur fituat me Urikun, por kur fituat titullin kampion në Lezhë, rikthehet baba i kategorisë parë. Pra, jeni pajtuar me këtë noftë ju ka dhënë publiku. E dim pse e kam theksuar, sepse më mungon vërtet kategoria e parë, më duket realiteti i futbollit shqiptar. Edhe unë duket i mungoj kategorisë parë. Më vjen mirë që jam pjesë e kategorisë parë dhe realitetit futbollit shqiptar. Kur e morë drejtimin e Beslidhjes, ishte jo në pozita të duhura, në kategorinë e dytë, madje e që organizuar, por shumë shpejt u bë organizimin dhe besuat se do të mbrenit në këtë ditë? Normalisht kam besu që në momente se jam thirr, kam besu të projekti, kam besu të njerëzit që ishin afru tek Beslidhja, kam besu tek ringritja shpejt dhe të momente hezitimit nuk kem pas vetëm koha, pra fillimi se ishin pak mrapa, ndërsa në momente që organizu dhe fillu me punën, çdo ditë më tepër më rrit besimi dhe kuptoj duke pa edhe elementet cilësore të cilin afrume, normalisht se isha i qartë për atë që kërkonte presidenca, isha i qartë për çfarë po banim dhe kisha besim se do të dalim. Urime për gjithçka keni arritur, dhe flasim mëgjithsisht edhe më pas, sepse kemi edhe foto dhe intervista nga ndeshja fundit finale. Fituesi i grupit A ishte Beslidhja, fituesja e grupit B ishte Uriku dhe në finale në stadiumin Niko Dovana fitoi Beslidhja me rezultatin 2-0 dhe meritoi titullin kampion. Por do flasim si thamë edhe për lojrat me dorë dhe jam kot kam në studio një ish kampion të Vllaznisë të vitit 2015, Ervin Berdica. Mirë se erdhe Ervin. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Arsyeja e kësaj ftese, jo pse i kanë munguar edhe më herët, por që e binda të ishte në studio Berdicën, ishte fakti që në pushimin e ndeshjes Vllaznia Tirana në klasikin e basketbollit shqiptar, Këshilli i Qarkut Shkodër organizoi një ceremoni festive në nderim të disa brezave të basketbollit shkodran që kanë kontribuar në arritjen e disa sukseseve radhaze dhe një prej atyre është edhe Ervin Berdica, ish kapiten i Vllaznisë në vitin 2013, 14, 15. Urime për suksesin dhe urime dhe për vlerësimin që Këshilli i Qarkut dhe konkretisht kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Dou
ka akorduar për ju. Pa dyshim nostalgji, vlerësim për kontributin tuaj, disa vjeçar. Po, faleminderit për konsideratën e kryetarit të Këshillit. Ishte një keq kuptim midis kryetarit të Këshillit dhe shoqatës. Pa mundësia jame kohore të jem sot aty, sepse u njoftova diku 3-4 saat përpara. Edhe kishim disa plane që nuk mund t'i leshim. Më erdhi keq për atë pjesë, po gjithsesi Rëndësishme është që Ervin Bërdica është në listën e atyre që u nderuan nga Këshilli i Qarkut Shkodër, duke filluar nga Vllaznia kampion e vitit 2015, se kupën e tërhoqi kapiteni Robert Shestani, pastaj ishin edhe figurat një pasqyrshme që u nderuan në atë ceremonisë që ishte edhe veterani Roland Koka, Ation Taraboshi, për të cilën u përcollën shumë duar trokitje për gjendjen e vështirë shëndetësore që ai për momentin gëzon, dhe ishte një moral, jo vetëm vlerësimi, por edhe biletat e ndeshjeve të kësaj ndeshje kanë shkuar në mbështetje të Ation Taraboshit, por u nderuan edhe drejtuesit e presidencës, siç ishte Sokol Dibra dhe Petrit Maho, të cilët kanë kontribuar në vite. Sokol Dibra është përsëri president i Vllaznisë dhe vazhdon rrugën e suksesshme. Por rëndësishme është që Ervin Bërdica është në listën e vlerësimit, nuk është anashkaluar për kontributin që ka dhënë. Mendoj që gjoja më e bukur e kësaj natë ishte pas humbjes që e Vllaznia ishte mushtrimet dhe që ju bënen mbështetja që ju bë Fatjen Taraboshit. Mbështetja për një qërim sa më të shpejtë, sepse ka lënë një gjendje shëndetësore jo të mirë. Sepse nuk është mirë, unë fatkeqësisht kena dashur disa herë të shkojmë të takojmë, po nuk e bëhe mujtën për arsye gjithmonë i besojmë se do të bëna të takojmë dhe ti napim për kraje. Jena të bindur që do ja dalin. Me rëndësi ishte që Fatjen Taraboshi u nderu. U nderu Fatjen Taraboshi. Jo pak Urajo që të vazhdojnë të luftojnë Qemal Taraboshi dekoratën së bashku me djalin e tij përmes shumë duar trokitjeve. Po, fatkeqësisht nuk e pava, nuk qesh pjesëmarrë aty se isha në një. Çfarë kujton në karrierën tuaj sportive me Taraboshin? Ka qenë një shtat lartë. Po, gjithë periudha pothuajse e basketbollit 18 ti po kanë gjithmonë një sfidë. Gjithmonë kena luftuar për vendet parë, për vend dytë, për vend tretë. Gjithmonë kena arrit play-offin në shumicë të rasteve dhe kena luftu pothuajse çdo vit për të arritur atë. Ja arritme në vitet 14, 15, 16 dhe 13, 14. Ai rresht 2 fitime kupet. Ai ka një pjesë bajag e rëndësishme aty në sukseseve, edhe kjo ishte gjoja më e bukur e kësaj natë. Por fatkeqësisht ndeshja u mbyll me humbje, do flasim edhe më pas, se presim disa pamje nga kolegu ynë Mario Gjini, se ishte i pranishëm në këtë ndeshje, gazetari të Shkodrës që më lën kulturën, por edhe sportin. Ardit Mani, pak me vonesë, por erdhi dhe prezantimi juaj, pasi konsumuam Florin, kolegun tuaj, dhe Bërdicën. Shiroka, ka një rrezë shprese, apo jo? Them drejtën, është një ndeshje e vështirë, ndeshje shumë e bukur, por përderisa janë 90 minuta në lojë, shpresa është për të dy ekipet. Megjithatë, ta shijojmë në radhë parë, sepse kena nis një ëndër shumë interesante, gjatë që për cilën do t'i falenderoj gjithë, duke filluar nga presidenti, gjithë stafi, gjithë trajnerët që kanë kënë, sepse është bërë një punë jashtëzakonshme, dhe duke uru edhe profesor Florin për suksesin e meritum. Them drejtën, kena kënë mas beslidhjes, kena kënë nër ekipet konkurruese për këtë kategori. E mira është që ta kalojmë edhe stopotin, megjithatë me shumë shpresë, me shumë dëshirë poster vitena gjatë kësaj periudhë, shpresoj që rezultatit na buzëqeshin ne, megjithatë për mua në radhë parë, por edhe për gjithë ato djemtëri që janë aty, edhe me ato me eksperiencë, për mua ka qenë një vit i suksesshëm për Shirokën, sepse të them drejtën, përgatitja që ja bën për kategori 3 dhe dalja në kategori 2 dhe ecja shumë përpara në kategori 2 është për gjithë është një sukses
Është një ëndër Pa modeli. diskutim që është sukses për skuadrën, por edhe përvoja juaj ka Patjetër, efektin e duhur, se që në momentet e fillimit ju keni qenë aty në rolin drejtuese, kanë ardhur dhe janë larguar trajnerët Tham drejtën eksperiencë i keni pritur, i keni përcjellur, i fundit kam rritur përsëri dhe ndoshta do të jetë largë ditat se ta përcitën edhe të. Tham drejtën një eksperiencë e zakonshme, sepse kam pas fatin me punu me trajnera me shumë eksperiencë, por edhe trajnera të ri, të huaj, por edhe vendas, por gjithsesi për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Megjithatë, them drejtën, thash, është një ëndër që ne po e kalojmë çdo ditë. Shpresoj ta kalojmë me sukses edhe këtë ndeshje, mos edhe siç e diskutuam me profesor Plurin. Shpresojmë pse jo mos diskutohet edhe kategoria e parë. Uroj me gjithë zemër për kategorinë e parë për ju, por tashmë edhe suksesin e Beslidhjes është ndërtuar për kategorinë e parë që në hapat e parë. Pra ne bëm një prezantim të shkurtër me 3 protagonistët, por ajo që është kryesorja, që dhe shikuesit tanë presin, është dhe pjesa e parë e programit tonë është për Vllaznin, e cila pas një rruge të suksesshme të javëve të fundit ka bërë 2 hapa fals njëri pas tjetrit. I pari ka ardhur në stadiumin Loro Borici, kur u mund nga Dinamo me rezultate 1-0 me atë gol në kundërshtim të Devi Bregut, duke u eliminuar nga Kupa e Shqipërisë, ndërkohë që vetëm 3 ditë më pas vjen humja tjetër, ndoshta edhe më rëndë përballë ekipit të Elbasanit, duke dorëzuar kreun e tabelës së klasifikimit. Asgjë nuk ka përfunduar, 2 pikë minus është Vllaznia në klasifikim. Në kampin Kuqiblu ka optimizëm, ka besim. Presidenti Alban Xhaferi përmes një statusi në rrjetet sociale ka lëshuar një optimizëm, besim dhe garanci se për publikun shkodran që Vllaznia nuk gëzohet shpejt, pra ka lëshuar një batutë që gëzohen skuadrat e tjera përpara kohë, por Vllaznia është aty e pret me qetësi fundin e sezonit. Apo jo, Flori, e keni lexuar këtë status? Po, absolutisht po, duhet të rrinë me moral lart, sepse i vetmi dështim që deri në këtë moment është eliminimi nga kupa, ndërsa për sa i përket kampionatit janë lojë, pra janë një diferencë e cila është e papërfillshme me sistemin e ri të play-offit. Përgjithmonë pikë. Përgjithmonë pikë, pra i bie që ti është një pikë larg, kështu që unë shpresoj se gjithë nëse qëndron në pozitë. Unë mendoj se Vllaznia me shortin si ka, duke ditë dhe përballet, duke ditë dhe kundërshtarit që do të kenë përballë, duke ditë edhe ndeshjet se si i kanë, mendoj se Vllaznia do e mbyllë para, nuk do ta mbyllë me një diferencë të madhe se tashmë diferencat janë ngushtuar. Në fakt aty ishte objektivi për të krijuar diferencën. Diferencat janë ngushtuar, por do të bëhet një play-off shumë i bukur. Dhe mendoj se deri në luftë, deri në momentet e fundit, deri te ndeshja e fundit e play-off. A ditë pikërisht për këtë statusin e zotit Xhaferit se spikat në momentin e saktuar lëshon diçka që Ja, gjë e mirë, normalisht prek edhe thelbin e situatës. Ne ishim me Elbasanin, në fakt moralisht ekipi u pa që kishte rëmje mas marimit të ndeshjes, ndoshta edhe publiku, edhe situata vetë në mënyrë të tillë. Jam dakord me profesor Plurin që disfata madhe ishte kupa, jo kampionati, sepse ajo një ndeshje është. Megjithatë, po të shohim në përgjithësi ndeshjen, pa i hinj analizave të thelluara, unë them që Vllaznia luajti një ndeshje shumë të mirë, ndoshta nuk ishte shumë e saktë para raportit ose edhe pak fati, por këta tranzicionet e Elbasanit që njihen edhe janë shumë shpejta, sidomos tranzicionet e gjata, sepse ato kanë ndoshta lojtarë pak më të shpejt, duke përmendur Lejthin, por kanë edhe 2 lojtarë me ngjyrë të cilët them drejtën na rrezikuan shumë. Megjithatë, asnjë s'ka marru. Ashtu siç ishin ato në vend dytë, mund të jetë rotacion edhe Joni po prapë me dalë në vend parë. Ju uroj me shumë dëshirë dhe shpresoj pse jo të kapin kreun, por të jenë kampion. Mirë, tashmë është momenti që kolegët e mi të pultit të transmetimit Nino Jakova, përgjithësi transmetimit dhe kolegu i tij Florian Gerdani, natyrisht edhe me kontributin e montazherëve Ledi Dani dhe Orim Hysa që kanë përgatitur kronikat, vinë 2 kronikat e para të Vllaznisë, është humja në Shkodër 0-1 me Dinamo për Kupën e Shqipërisë dhe humja tjetër në Elbasan me Elbasanin, ku aty pati edhe shumë komente që do t'i ndjekim pas edhe intervistat pas ndeshjes. Kronikat.
Vllaznia u dorëzua në Loro Boriçi duke u mposhtur 0-1 nga Dinamo City dhe duke mbetur jashtë finales së Kupës së Shqipërisë. Pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë, skuadra kryeqytetase arriti të menaxhojë më mirë sfidën e kthimit, duke siguruar kualifikimin në një ndeshje të luftuar deri në fund. Pjesa e parë u karakterizua nga një ritëm i kujdesshëm nga të dyja skuadrat, me pak raste të pastra për gol dhe me fokus më shumë te organizimi mbrojtës. Vllaznia tentoi të marrë iniciativën përpara tifozërisë së saj, por pa arritur të konkretizojë në zonën kundërshtare. Ndeshja mori tjetër drejtim në pjesën e dytë, ku loja u hap më shumë dhe tensioni u rrit ndjeshëm. Momenti vendimtar erdhi në minutën e 76 kur Devi Bregu përfitoi nga një top i kthyer në zonë dhe me një goditje të saktë e dërgoi në rrjet, duke dhënë avantazhin Dinamos. Pas golit, kuqeblut shtuan presionin dhe kërkuan me ngurm barazimin, duke hedhur më shumë forca në sulm. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve dhe mbështetjes së tifozëve në Loro Boriçi, vllaznia nuk arriti të gjejë rrugën e rrjetës, ndërsa Dinamo tregua e kujdesshme në administrimin e rezultatit deri në vëshëllimin përfundimtare. Me këtë fitore Dinamo siguron biletën për në finale ku do të përballet me Ignatian në një finale të njëjtë me sezonin e kaluar, ku blut janë fitues në fuqi. Finalja e këtij edicioni do të luhet më 13 maj në stadiumin Air Albania. Për vllaznin ky eliminim mbyll rrugtimin në kupë, ndërsa fokusi tashmë zhvendoset plotësisht te kampionati, ku objektivi mbetet rikthimi i titullit në Shkodër pas një mungese të gjatë për 25 vitesh. Elbasani merr kryesimin e kampionatit në përballjen direkte me Vllaznin, ndërsa të gjithë pretendentët e tjerë turpërohen në javën e 33 Biznes Superiores, duke u mundur nga 4 skuadra që mbyllin renditjen e luajnë të gjitha për mbijetesë. E çuditshme të shohësh trendin e pikëzimit të skuadrave të fundit të renditjes në këtë fazë të katërt, ku po bëjnë seri rezultatesh pozitive, si asnjëherë në 3 fazat e para, dhe kanë ardhur në një pozitë ku vendin e 6 nga i parafundit ndahen nga vetëm 3 pikë. Sidoqoftë, komplimente Tiranës që fitoi me përmbysje derbin e kryeqytetit me një ndeshje me 2 fytyra. Bravo i qof flamurtarit që i shkaktoi Dinamos humbjen më të thellë të sezonit, i lumt Vorës që bëri padronin në shtëpinë e kampionëve në fuqitë e Ignatias dhe urime Bylis që gjeti Teutën në një situatë delikate dhe e shfrytëzoi për të bashkuar me grupin e 35 pikshave vetëm 3 mbi vlonjatët e vendit fundit. Maksuti i dha një shans më tepër flamurtarit me 3 golçin e tij, por Teuta me humbjen e 4 të radhazi është përfshirë papritur në lojën e shahut të kësaj mbijetese, ku rezistencën po e bëjnë me shumë sukses të gjithë. Pastaj është ai Elbasani që merr vlerën e madhe të kësaj jave me triumfin ndaj Vllaznisë, që vlen parakalimin 3 javë nga fundi, pro forca e verdhebluve, që tani kanë 2 pikë më shumë, 3 ndeshje nga fundi i sezonit rregullt, por më shumë se pikët, Gvozdenovic fitoi bindjen se për titullin Elbasani mund të thotë fjalën e tij. Ndërkohë që kronikat po transmetoheshin në studio, nisen komentet e natyrshme me analizë, një mini analizë për këto 2 ndeshje, por ta filloj me Plorin. Ta nisim nga Kupa e Shqipërisë, dhe e cekem pak sapo ku ishin defektet kryesore sipas jush tek Kupa. Them drejtën, mu eliminu prej kupet nga një Dinamo e cila ndoshta ndeshjet e tjera për mendimin tim ka dhuru dhe më ndeshje të bukur se sa kjo ndeshja kthimit e finales të kupës, për medalë finale të kupës në Shkodër. Pra ishte një ndeshje e cila kishte, mendoj, një Vllazni e cila meritote më tepër se sa aq, por një Dinamo cinike ku sa herë delte në kundër sulmos në tranzicionet e pozitive të saj, pra kishte momente që të vërsin vërshësit të sidomos më marrën topin nga Bregu, momente si biten kontakt me topin të vërshësote në thellësitë e tija me futjet, me tribimet, në mas shpinën e mbrojtjes të Vllaznisë. Pra ishte një lojtar i cili gjithmonë avunin e vështirësi. Dhe u psu një gol, por të them të drejtën, reagimi pastaj ishte pak i vakët, sepse edhe skuadra jonë ka qenë e lodhur me aktivizimet e këtyre ndeshjeve, pra ka qenë duke ditë se merr pjesë edhe në kampionat edhe në kupë, nuk ka zero tolerancë duke u aktivizuar lojtarët më të mirë dhe lojtarët që janë më në formë. Mendoj se pak lodhin e këto ndeshje dhe u nikoi paksa edhe në minutat e mbetura mas golit të psuar. Kështu që them një ndeshje e cila mund të flitë më tepër për Vllaznin, por nganjëherë futbolli kështu është, ku ka skuadra më cinike të cilat marrin rezultatin dhe kjo ishte Dinamo në ndeshjen. Shumë komente ka pasur momenti aksioni i golit të Devi Bregut, ishte një përplasje e topit, një disa spontane, por sipas jush nga ana profesionale, a mund të ndali ndrysh e aksion? Them drejtën aty rezultati mund të ndali edhe me faull nga mesi fushës. Po, ajo më është një zgjidhje, por tani ne gjithë flasim kollaj, si themi nga studia. Por gjithsesi, për me bërë një analizë
të veprimeve defensive në atë moment nuk kanë qenë të qarta. Pra në një kryesim topit në atë pikë ku ishte Malaj i cili po kërkonte me kryesu topin, ishte minuta 75 dhe rezultati ishte 0-0, pra gjithçka ishte hapur, nuk ishte eliminuar nga kupa. Dhe lojtarët që po shoshnonin aty ishin pak, Devi Bregu ishte një lan hijen harres, ku e dim se është një lojtar i shpejtë dhe një lojtar i cili është i saktë para portës. Gjithmonë kur ndërtojmë të tilla situata, ndërtojmë me një fazë e mbrojtësit ku t'jen gjithmonë një lojtar në superioritet numerik, pra të jenë një më tepër se sa sulmuesat në kundërshtim. Pra, ajo ishte një situatë e cila unë mendoj se edhe gjatë ndryshimeve të bëra gjatë lojës, pra gjatë zëvendësimeve të bëra, është dash me punu pak më tepër dhe me qenë këto lojtarë si kanë hyrë në pozicionet e tyre, sepse nëse e shohim aty duke kryesu malen, shikojmë se vetëm Çato ka qenë lojtari i cili e vate tërhoqi topi kthyer, i cili shkoi për me godit dhe Devi Bregu meti vetëm pas një lojtar i cili edhe topet ishte në favor të tij. Aty duhet ndërhyj, është dashur me ndërhyj gjithë stafi, jo vetëm trajneri, gjithë stafi, sepse ato të tjerë janë staf i cili duhet me ndërhyj për me çarçu me ndihmë trajneri. Në vendosjet e tilla janë pafalshme, sepse është një vendosje e cila të shkon direkt në kundërshtim dhe pson golin ashtu siç e psove. Dhe them se është një gabim taktik, një vendosje e keqe në mbrojtje e Vllaznisë ato moment. Psimi i golit, megjithëse mund të ndalohet siç e theksove ti më përpara. Jo, ka qenë edhe mendimi shumë ku në minutën e 75 duke ditë se është një ndeshje kupet, mund të marrë edhe kartonin e kuq. Kishte minuta jo shumë për me luajtur për rreth 15 minuta, por ka edhe një shtesë e cila ndoshta ka menduar se mund ta shpëtoj portierin dhe nuk mund ta shënoj. Kështu që janë disa, tash ti krijojnë iluzione dhe idenë atë. E drejtë, janë disa alternativa. Kanë qenë disa alternativa të është mbyllur. Por gabimi, për mendimin tim, gabimi ka filluar që në momentet e goditjes të fallit nga Esat Mala, i cili Bregu u lej pa markum. Pra ishte vetëm Çato dhe Jagun krahun e majt, ishte vetëm Çato i cili duhet ta godisë tjera një tjetër. Jo, do të edhe një lojtar te Bregu. Një tërheqje, një doblim. Normalisht po, sepse nuk lehet kokë në kokë dhe duke qenë kokë në kokë, Çato me te. Topi kthim, Çato shkoi me sulmu, topi u kthim nga këmbë të mbrojtës dhe Bregu doli vetëm. Sepse Mala nuk ishte me lojtar, Mala ishte duke kryesu. Pra ti ke lënë aty 1-0. Ka qenë një gabim i cili duhet marrë në analizë. Kush duhet dhe mund të ishte prapa nga... Mund të ishte Çato më mbrapa, mund të ishte Jago më mbrapa. Pra ishin të dy si mund të ishin më mbrapa. Pra mund të shkoshin me lojtarin i cili ishte në tek pjesa e ashit. Mund të kryesohet një lojtar tjetër dhe më kthehej Çato. Pra ajo është në dorën e stafit i cili duhet më ndërtu. Zakonisht njëri markon 1-1, tjetri mulon. Sepse një kundër një mund të jetë shumë më i shpejt, mund të devijojnë. Dhe është pjesa tjetër që e mulon për me mbyll gabimin, por realisht një episod të tillë ndodh janë rastet të po kjo ishte edhe pak shans, me thonë drejtën, sepse goditja sikur mos viten në trupin e lojtarit tonë, sepse Nolli mos u gabosha ishte në goditja. Jo, e ka rënë këmbë të mbrojtësit, në kundërshtar dhe kthye topi direkt. Erdhi topi direkt, por ishte komplet problem kthimi. Po duke ditë se rezultati është 0-0, risku që shumë i madh në atë fallë, në standarde. Pra nuk ti gjithmonë duhet të jesh i përgatitur për keqen, nuk mund të thush fati, duhet ta mendosh, sepse është një kundërshtim i cili mendohet. Pra një lojtar i lën harres, siç është Bregu, është fatale për skuadrën tonë. Unë mendoj se ka qenë një gabim fatale duke lënë Bregun atje vetëm me marr topin. Ka vrapur rreth në momentin si ka në kontakt me topin dhe deri në momentin si është nda, pra ka gjuajtur harres, ka bash 8 sekonda vrapim me topin kam. Në llogaritë se sa ka ecë Bregu me topin kam. Rreth distancë 1050 metra. Po normale, 1050 metra se 8 sekonda ka bë me shku. Ka marr topin e ka dhëç për 8 sekonda dhe ka shënu duke mos pas një rrymë ose një ndërprerje nga mbrojtësi. Megjithëse Nollin, po nuk janë raste si Nollin shpesh. Nollin rrallë për me marr topin nga 40 metrash i fushës tonë me shku me shënu gol tek porta kundërshtar. Përdica për ndeshjen e parë, se kalim shumë shpejt tek Elbasani, por ke çardhje sepse në fakt tifozëria Shkodrani ishte karikuar për një kualifikim për shkuar në finale, madje në opinion pretendoi për fituar 2 trofe, kupë dhe kampionat. Gjithçka është hapur akoma. Jo, kupa iku e hapur është kampionati. Për futbollin apo basketbollin? Dhe basketbollin, po. Se aty ka mendim më tepër dhe ka të drejtë Berdita se ka një jetë në basketbollin. Neshin e Dinamos nuk e kanë po kupën, po kanë po neshin me Elbasanin. Edhe mendoj që për sa marr vesh vetë për futbollit, Vllaznia ishte shumë më superior se Elbasani. Po pjesa e parë ishte sidomos 20 minutë që i parë. Domethënë po të marrësh kontrollin e topit, rastet që kanë sulmu,
këto gjanat, ndaj që ishte shumë manet Vllaznia, pavarësisht prandaj se golat hanxhet. Elbasani 3 herë gol para portit duket ka bërë 3 gola. Për aq sa kanë pa vetë. Rreth pothuajse këtë ndeshje kanë pa. Kishte edhe probleme edhe tek do ta diskutojmë me Elbasani, kishte edhe Futbolli është lloj i tillë që domethënë me 1-2 aksione në shkon skuadra dhe mundesh me hup ndeshjen, po si volum lojet, si raste Vllaznia ishte për mendimin tim shumë më superior. Ndeshja me Dinamo në fatkeqësisht. Eliminimin në kupë erdit, mendoni që ka ndikuar nga ana psikologjike për Elbasani, pavarësisht se tekniku Martini pas ndeshjes u propos ta karikonte skuadrën se nuk do të kemi proceset normale të një trajneri që dën me mojt ekipin në tonus, por eliminimi nga kupa doshje po doshje ka ndiku tek lojtar. Ka dhënë efektin negativ. Pavarësisht se ndeshja me Elbasanin unë jam totalisht i mendimit që ndonjëherë jo vetëm fati, por ndonjëherë edhe disa elemente që nollin brenda fushës që ndikojnë për rezultatin. Por pjesa me Dinamon është e vërtet që ekipi Dinamos u tregu shumë cinik edhe në momentin që një herë u shpalos Devi Bregu dhe tregoi cilësitë e tija shumë të mira, gjë që për cilën është për të vlerësuar si lojtar, por normalisht edhe pjesa e dobësisë në mbrojtje tonen që krijoi hapësinat dhe i dha mundësitë kundërshtarit që notet. Nuk jam i mendimit që në atë moment të shkaktonte faul edhe të merrte kartel të kuqe, sepse te kupa. Sepse gjithmonë unë mendoj që ato 7-8 minuta që ishin pjesë edhe ishin edhe 2-15 minutat, normalisht me një lojtar mangut Dinamoja ishte shumë më superiore. Që theksoj Florit që mund të ketë pasur ndonjë rrezë shpresës edhe tek portieri apo tek devijimi apo mund ta kishte kapur gjatë rrugës fraksion sekundi që domethënë lojtari Bregu fitoi superioritet në sprint. Ishin mundësinat që tu ndalote, ishin mundësinat bile pa fillu mirë, nëse tu doblote mirë mbrojtje, rreshtimit ishte shumë më i mirë. Edhe një u donte aty edhe ishte me pozitiv. Po them se ishte eliminu, nuk kishte shku deri te porta, por gjithsesi mund të them që Vllaznia është prap me ndeshjen që tregoi me Elbasanin mbrapa, po them që Vllaznia po prap ka shanset e mira për me. Je dakord se fillimi ishte i Vllaznisë? Jo, unë them që jo vetëm fillimi, Balaj se rrezikoi me një rast special. Jo vetëm fillimi, por unë them me gjithë loja, pavarësisht se disa momente traversa e moral. Disa momente që Vllaznia ndoshta ka pas pikë dop tranzicion negativ, gjë që për cilën shpesh herë na kena psu gola. Dhe të them drejtën Elbasani e kishte punuar aq mirë sa në 3-4 raste. Jo vetëm që rrezikoi, por edhe në shënoj, sepse gjithmonë kalote në superioritet numerik dhe me 3 mbrojtësa ne kishim probleme, aq më tepër që për mua Gjini ka qenë në një ditë jo shumë të mirë në këtë ndeshje. Ndoshta edhe pak fat u dote, sepse shtylla ishin edhe disa raste që ne mund të shënoshim part dhe ndoshta mund të kishim folë ndryshe sonte, sikur të shënoshim në të part, por kjo është futbolli. Për këtë punë është i bukur futbolli, sepse ka gjithmonë pa prituna. Realisht ishte një super atmosferë në stadiumin Elbasan Arena, tifozëria vendase spikat për një gjë të tillë, por kishte shumë mira shkodran, të cilët si zakonisht kanë qenë në transfert pranë Vllaznisë, por këtë rrallë Elbasan Arena ishte e binduar me tifoz shkodran që patë një moment ngrohtësie pas atij goli. Ja them drejtën, goli i Çatos rihapi takimin. Për mua në ata momente mund shënoshim. Duhej mbajtur me shumë ai rezultat, sepse shumë shpejt. Për këtë punë është i bukur futbolli. Elbasani. Nesha kishte rezultati. Nesha kishte për mendimin tim Nesha kishte 2 mënyra loje të zgjidhura nga 2 trajnerë, si për momentin janë trajnerët më të mirë Superligës sepse po drejtojnë Superligën. Elbasani kishte zgjedhur një mënyrë loje, e cili duke bazuar tek shpejtësia sulmuese e saj, kërkonte me lutje me kontrasul, pra e kishte rresu skuadrën në një blok të mesëm dhe tult, ku pritej gjithmonë të dalte shpejt me topin e fituar në mesfush, por ç'është e vërteta, dhe një Vllaznie e cila kërkonte të ishte superiore në fush, të krijonte sa më tepër, të shënonte, të jete ajo administruesja e lojës, por ç'është e vërteta, dhe kthehemi pak tek analiza e ndeshjes, golat e psuar nga Vllaznia nuk janë në tranzicion. Sepse vetëm kthehesh te goli i cili ka psuar është dalja me vonesë e Gjinit, e cila nuk erdhi nga një tranzicion i shpejtë dhe në kundërshtull, por erdhi nga moskujdesia e Gjinit dhe nëse kthe goli parë.
Te goli parë, po. Dhe nëse kthena ke goli i dytë, te goli i dytë është një neglizhencë totale e krahut majt ton, ku Lila merr dhe bën çadanik, sjellet, ik poj, dytit, kalon te i treti, kroson topi futet, pra nuk është tranzicion. Është vendosje e keqe e mbrojtjes të Vllaznisë, e cila ka bërë një nga ndeshjet më të këqija të këtij sezoni. Pra një repart që një repart i cili 5 javë nuk shton as i gol, dhe ka të tilla situata ku ktheu dhe te goli i tretë, ti vetë bën analizën dhe e di shumë mirë se si analizohet një ndeshje, dhe goli i tretë është një çarravitje. Pra, nuk mund ta kalojmë kështu, sepse i hami golën tranzicion Vllaznia. Jo, se s'është, nuk ka kalim. Pra, Vllaznia demonstroi se është më e aftë si një skuadër për me fitu titullin, edhe unë ashtu mendoj, është më e aftë se sa, ka më cilësi se sa skuadra e Elbasanit, por bani një ndeshje, e cila janë ndeshje, mund quhet ndeshje teke, ku duhet të jesh shumë i kujdesshëm, me shumë pragmatist, në mënyrë të që të mos fitosh golat e tillë se mundesh me humbë ndeshjen edhe me të tillë futboll. Kështu që them se ka pas 2 tablo, por mos kujdesia, pika më fort e Vllaznisë, e cila ka qenë e kujdesshme këtë javë të fundit, ishte një ditë keqe, por edhe fati ke shtylla edhe te rastet si pati Morata, them se mirë, është momenti me të ndjekun çfarë ka thënë Edi Martini më njëherë pas ndeshjes Elbasani Vllaznia. Pas humbjes 3-1 në transfer ndaj Elbasanit, trajneri i Vllaznisë Edi Martini u shfaqi i zhgënjur me rezultatin, duke theksuar se skuadra e tij nuk e meritonte këtë disfat. Sipas teknikut Kuçeblu, në analizën e përgjithshme të ndeshjes, Vllaznia ishte më mirë në lojë dhe krijoi më shumë raste, por nuk arriti të i konkretizojë në momentet vendimtare. Dominum lojën prej fillimit deri në fund, humbëm shumë raste. Duhet të shfrytëzoshim mungesë për qëndrimi. Vjen keq sepse dominosh 90 minuta me raste pa fund, edhe ditë mirë për Pierre Elbasanit, bravo i qoftë. Kështu që rezultati është të vret, megjithatë gjithçka është e hapur. Ne kemi qenë tan kohën në kryesin e kampionatit, sot jemi 2 pikë mbrapa. Kemi javën tjetër, kemi edhe 3 javë me mbyll kampionatin, shpresojmë të kapim vendin e parë prapë. Normal që na dhem si humje, po duhet të ecim para. Megjithatë, pavarësisht këtij zhgënjimi, trajneri Kuçeblu shpreh i vendosur për vazhdimsinë e sezonit, duke theksuar se objektivi i skuadrës nuk ndryshon. Vllaznia do të vijojë betejën deri në fund për titullin kampion, edhe pse kjo humbje e fundit e komplikon garën në javët e mbetura të Abisnet Superiore. Mirë, ndo që me Edi Martinin dhe përsëri këtu vazhdojnë edhe debatet, diskutimet, dhe një ndërto është edhe çështja Dodaj, i cili ka mendimet që mund të ishte me herët në lojë? Tani aty ka qenë zgjedhje. Unë po gjithë e dim cilësitë e Dodajt, ishte në një formë mirë ndeshjet e fundit. Për mu personalisht ishte pak e habitshme mos fillimi i formacionit Dodajt, por gjithsesi ai ka marrë minuta, por ka tregu se po ka rritjen e formën e tij. Ndoshta mund të lidhej me Dinamon, me ndrimin e Dinamos. Tani aty nuk e di, pjesën e dytë nga ndrimi me Dinamon, fillimi nga Stoli. Ata janë problemet më anshme, gjithsesi Dodaj është një lojtar si për mendimin tim i jep shumë energji skuadrës Vllaznisë në këto momente, dhe në çdo moment si ka fut në lojë e ka justifikuar, kështu që mendoj se ato janë zgjedhjet e trajnerit, por gjithsesi mendoj se Dodaj është një lojtar shumë i vlefshëm për Vllaznin. Dodaj duhet tek Vllaznia, Mani? Nuk do t'i hequ as i presje për mendimin profesorit, është një lojtar fakte ndeshje me Dinamon ishte në të vetmit lojtar që i merrte ekipin përpara. Futja në pjesën e dytë me Elbasanin, ndoshta është zgjedhje e trajnerit edhe nuk mund të diskutohet. Lidhet edhe me Dinamon në pjesën e dytë? Nuk e di. Këto janë zgjedhjet që bën trajneri. Lidhet me daljen e Dodës nga fusha? Shqipe janë zgjedhje dhe zgjidhjet që bën trajneri. Ka herë mund të rezultojnë suksesshme. Ka disa momente dhe komenton publiku. Cilësi që ka Dodaj është domethënë për të vlerësuar. Është një lojtar që është rezultativ dhe kollon për Vllaznin. Këto janë zgjedhje, nuk janë zgjedhjet e trajnerit. Megjithatë nuk është momenti që të bëhet polemik rasti Dodës. Ai është trajneri që vendos. Normalisht gjatë seancave servitore ata shohin ku dhe si mund të veprohet. Jam plotësisht dakord sepse ne ishim superior në pjesën e parë dhe në disa momente në pjesën e dytë, por ka herë ekipet
matën me rezultate, jo ka herë, por shpesh herë matën me rezultate, mund të lush shumë dobë dhe fiton neshin. Të djeg nështë ta hubja me Elbasanin, se të them drejtën ishim vend parë dhe kishim mundësi edhe për me administru neshin. Ka herë është kjo, këto pjesë e trajnimit kanë këtë pjesën, këtë esencën që duhet për me e pas. Megjithatë, pjesa dos nuk duket se është një polemik, pavarësisht cilësive shumë të mira që ka Dode. Kalojmë shumë shpejt të tre ndeshjet e ardhshme, se janë me të vërtet tre finale që do të luhen nga Vllaznia dhe nga gjitha skuadrat, do të luhet të shtunën ndaj Byllësit, të mërkurën ndaj Tiranës në transfert, pastaj vjen të shtunën përsëri, se do të luhet çdo 3 ditë. 3 ndeshje, 3 ndeshje flak. Për mu, ne me Ballshin, po të shohim si historik, nuk kena ato ndeshjet e mira që kena bë. Prandaj në Shkodër duhet me mos për me fitu. Kemi edhe diçka që kampionati shqiptar të ndeshjet e fundit priten edhe Aleanca dhe jo. Vllaznia nuk është në krahun që mund të ketë Aleanca, kështu që i dalin ball vetë gjitha ndeshjeve sepse i duhet për me fitu ndeshjet. 2 mungesa të detyrueshme, portieri dhe Krymi, Flori, muhen me Byllësin. Them se ka lojtar për me zëvendësu. Edhe në port, por edhe Krymin, ka lojtar të cilët ndeshen me Ballshin me një skuadër e cila ndodhet në vendet e fundit të tabelës, në Shkodër ku një skuadër e cila dën me dalë kampion. Them se nuk do të jetë një problem për skuadrën. Megjithatë, historia ka treguar se këto ndeshjet e fundit në kampionatin shqiptar dhe Superligës, se skuadrat e fundit marrin pikë se më shumë tepër se sa skuadrat e para, kështu që duhet me marrë seriozisht e duhet vlerësu këto 3 ndeshje, sepse janë ndeshje për mu vlerësu, si shkosh sa më qetë në ndeshjet e play-offit. Mirë, sukses e ekipit të Vllaznisë, sukses e teknikut Edi Martini, janë 3 betejë, 3 ndeshje të fundit, ku vendoset gjithçka në pozitën. Në fakt Vllaznia ka siguruar kualifikimin, ashtu siç e ka siguruar edhe Elbasani, edhe Egnatia, vetëm skuadra 4 në pjesën e skuadra finaliste është akoma në pikpyetje, do të jetë Dinamo apo Partizani, do të mësohet në vazhdimsi, por 3 ndeshjet e ardhshme vendosin gjithçka, shpresojmë fitore me Ballshin, pse jo edhe në transfert me Tiranën dhe për ta mbyllur me femurtarin në Shkodër dhe me pas vërshimi karvani, më themi, autokolona Kuqeblu drejt kryeqytetit për të ndjekur, për të mbështetur Vllaznin drejt ëndrës që vitet e fundit e ka pasur vazhdimisht në projekt dhe shpresojmë që këtë vit është viti i Vllaznisë, suksesi i Vllaznisë. Kalojmë tek Beslidhja, sepse kemi shumë pranë, kemi komshi, kemi një Beslidhje që është padur kampione me një trajner shkodran, një Beslidhje që ka kontingentin bazë të skuadrës e Shkodran, një Beslidhje që ka presidentin e Shkodran, si që është Pierin Fushaj dhe zëvendës presidentin Claudio Fushaj, që është krahu i djathti i Pierin Fushajt, dhe tashmë mund themi që është hapur një dritare jo i vogël për Beslidhjen që kishte kohë që i mungonte. Mendoj duke ditë historinë e klubit të Beslidhjes, pra duke ditë edhe pozicionin strategjik si ka në afërsitë të qytetit Shkodrës, por edhe mes Shkodrës dhe Tiranës, dhe duke ditë për sportistat që kanë nxjerrë në vite, për historinë e atyre sportistave që kanë dhënë tonin kampionatit shqiptar në vite, duke ditë se kanë nxjerrë futbollistat të cilët kanë përfaqësuar fanelën Kuqezip, fanelën e ekipit kombëtar, them se Beslidhja nuk e ka merituar këto vite për me ndajt në kategorinë. Shumë vite që ndrojnë të dytën. Po, dhe gjatë ka qenë disa faktorë të tillë. Gjatë kësaj kohe, mendoj se ka ardhur një moment i mirë dhe është një moment i mirë, si tani Beslidhja është bërë pjesë e kategorisë të parë, por përsëri duke pa dhe të gjithë këto faktorë të cilët unë i përmenda më përpara, them me një bashkëpunim i cili ka filluar tashmë dhe po jep fritet e veta, them se duhet për me shku dhe me lartë dhe të guxoj dhe të prek edhe Superligën, sepse një skuadër e cila në gjithë këto kampionate ka qenë 23 herë pjesëmarrëse e ligës më të fortë shqiptare, Superligës në atë kohë kategorisë të parë. Kështu që duhet shku dhe duhet bë një dëshirë ose një honor e gjithë qytetit që të jetë pjesë e kësaj kategorie, duhet bë realitet. Regjia ka disa foto, domos nga ndeshja fundit, ndeshja finale, Beslidhja Oriku, si dhe ceremonia mbylljes ku ka asistuar vetë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Ky është raboshta me atë super gol Flori që shënoi
me kthes, një gërshërë. Ndërkohë tashme janë edhe tifozët e zjarrt. Sa e kanë ndihmuar tifozët, meqense dolëm tek tifozët, sepse janë shtuar shumë. Dragojt e Veriut. Normalisht e kanë ndihmu, ato kanë qenë një pjesë e pandare jona, që në momentet e para, ma i mandë që neshën e para, si kemi zhvillu në Basanjen në Bushat, ato kanë fillu edhe janë organizu ku nuk kanë pushu asë njëherë të ndjekur i ekipin, kështu që unë i falenderoj dhe gjej rastin ti përgëzoj për atë që kanë bëhat këtë vit, këtë sezon, dhe shpresoj që ne ja shpërblyme, po shpresoj që t'jenë sa më shumë dhe sa më të organizuar në çdo ndeshje dhe vitin që vjen. Të shumë të ishin edhe në Nikodovana, duke ju mbështetur në finalen e madhe të kategorisë 2. Ishte një finale, ishte një pasqyrë gjithë rrugtimi që kemi bërë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, edhe them se mbyllja më e mirë ishte fitimi i trofeut, pra me mbyll me fitore, nga që kishim një kampionat pas një humje, do ishte një diçka, do të mërziste sikur të humbe ndeshja, por me të thënë drejten e vlerësunin gjithë sportistët maksimalisht dhe fitunin kupen e cilin e mbyllën me qershin një tortë. Në tribun pam edhe kryebashkiakun e Lezhës, Pjerin Ndreu, i cili ka qenë në këtë studio përpara fillimit të sezonit dhe ishte optimist që do të vinte në këtë pikë. Por gjatë kampionatit duke kam parë shumë në tribunën e stadiumit, ka pasur angazhimet e tjera, por është faqur në momentet finale. Absolutisht si po, ato kanë presidenti bashkë me kryetarin e bashkisë, kanë një marrëdhënie shumë të mirë dhe kanë ndërtu një skuadër e cila që në momentet e para kanë dhënë dorë njëri tjetrit dhe kanë filluar këtë projekt dhe them se do të vazhdoj, pra pavarësisht ndoshta obligimeve të tij si shteti më përpara nuk ka qenë të gjitha ndeshjet, por është i fokusuar, ka qenë i fokusuar të drejtën më tepër tek basketbolli, por tani më ai duket natyrshëm se është fokusuar edhe ke unë mbaj mend se në këtë studio ka qenë aty kur është Bërdica sonte, ka theksuar se do ta bëj futbollin më mirë se basketbolli, kur kemi parasysh një basketboll që është super basketboll, apo jo Bërdica, beslidhja është absolute. Luftën për vitin e 4 rresht kampion. Duket se 2 vjet ka bërë vetëm humje me Apollonin para 2 javë. Në një trajner Shkodran si Arfred Bilali, por fjala ishte se po bën histori këto vitet e fundit. Kryebashkiaku i Lezhës se duke ditur se kush është basketbolli, do ta bëj edhe futbollin më mirë se basketbolli dhe hapët e parë duken. Kjo është diçka mrekullueshme, pra nëse vazhdon ashtu. Jo, është shprehur, e kemi të regjistruar, mund ta rikthejmë në një moment të dytë. Për të gjithë është mirë, është pozitive edhe për ne si Shkodran, sepse kuptohet nuk mund të mbyllen gjithë hapësirat me futbollin Shkodër, pra ka siç jam unë në këtë pozicion si trajner i cili jam nga Shkodra, por po trajnoj në Lezhë, ka edhe sportistat e cilët, por edhe siç them përpara kujmshia i parë dhe ne shkojmë shumë mirë si dy qytete, kështu që bashkëpunimi është në fryt të gjithëve, por kur arrin edhe objektivat e tillë ose kur synon objektivat e tillë, siç ka thënë edhe kryetari në këtë studio, normalisht njihesh mirë, vesh në përgjithësi më tepër, pra të shtohet një përgjithësi më tepër, por gjithsesi t'ja lajmë rrugës sepse kemi një rrugë gjatë për me shku deri aty. Në krahun tuaj të djathtë është një Renato Malota, drejtor sportiv i cili duket se ka ardhur momentin më të duhur për të kontribuar për qytetin e tij. Renato është një djalë fantastik. Ai ka qenë pjesë edhe si sportist në Shkodër, pra ju e njihni shumë mirë, edhe qyteti i Shkodrës e njeh shumë mirë. Është një person i cili hapat e parë të karrierës tij në drejtim i filloi këtu në qytetin e tij të lindjes, në Lezhë, pra ai ka emocion, ka entuziazëm dhe ajo çfarë ka pozitive është sepse ai nuk është larg sportistave, pra deri një vit më përpara ka qenë pjesëtari i Ignatiës, kapiteni i Ignatiës. Pra e ka lidhjen më të ngushtë dhe më të shpejtë me sportistin, them se ka qenë zgjedhja e duhur dhe po na ecën gjithçka shumë mirë në bashkëpunim me Renato. Stafi, kemi pasur djau më herët këtu dhe Alket Krujen, një nip Shkodre, por që ka lutur edhe ai me Vllaznin, që foli me shumë optimizëm, me këmbë në tokë për të ardhmen e beslidhjes. Me Alketin nuk njihemi sot, njihemi tash 20 vite përpara, kemi luajtur edhe te Vllaznia bashkë kur ka qenë një vit tek Vllaznia, por jemi në një moshë dhe kemi pas gjithmonë marrëdhënie të mira, duke ditë se kemi filluar futbollin bashkë dhe kemi qenë kundërshtarë në moshat e reja me moshat dhe pastaj
sporti të afron dhe jemi afru më tepër, pra njihemi shumë mirë. Është një djalë i mrekullueshëm, punëtor i cili po vazhdon të kontribuojë në qytetin e tij, por duhet përmend edhe i gjithë stafi, se s'mundem të përmend vetëm Altin, sepse duhet përmend, filloj me Vinin e Tumaru deri tek i fundit, tek punëtori i stadiumit, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Them drejtën sepse që në momentet e para ka qenë një organizim i cili jo vetëm organizon nga ndërrimi i presidencës, fillon organizimi, por u shikonte në fytyrën e gjithë secilit një entuziazëm, një dëshirë e madhe për me punu, për me arrit këto objektiva. Kështu që mua më kanë bërë shumë më të lehtë, duke pas nimin e këtyre, e kanë pas shumë më të lehtë për me punu dhe për me arrit qëllimin që të gjithë bashkë arritën. E ceke pak me herët, këtë kontributin të pa diskutueshëm të presidentit Pierin Fuçaj, por kur e pyetëm, kur fitoi titullin kampion në grupin A, ishim prezent gjitha mediat në Lezhë, pyetëm për zëvendës presidentin, për djalin e tij Klaudio Fuçaj, ai u përgjigj me një shprehje të shkurtë, të prerë, të saktë. Klaudio është Pierini, theksoi. Çka do të thoshte në kuptimin se çdo gjë është nën kontrollin e Klaudio Fuçajt, pra simbolizon emrin e Pierin Fuçaj. Është e vërtetë. Edhe pse ai është presidenti real, ja delegoi gjithë kontributin djalit të tij Klaudio Fuçaj. Ato tashmë janë një firmë e cila jo vetëm merren me sportin, ato kanë një kompani ndërtimit e cila tash vjet në gjithë Shqipërinë. Pra kanë punë pafund të cilët duhet një kërkesë llogarie dhe një menaxhim i mirë i të gjithë asaj pune të cilën ato kanë. Pra Klaudio është një personazh, mund ta them me shumë fjalë, një personazh i cili është faktor kryesor i ndërtimit të kësaj skuadre. Sepse Klaudio është i gjithënshëm, Klaudio është për atë Pierini ka thënë, kur përmendet Pierini është Klaudio, sepse Klaudio është një djalë energjik i cili do ta them këtu, si me dhe pa plorin, Klaudio do e qoj Bestidhen në Superligë. I kam thënë që ditën e parë, tani kaluam në kategorinë e parë, por unë e them me plot gojën se ai do e qoj Bestidhen. Festa e lezhjanëve vazhdon, por ka një festë që është publikuar sot, duket edhe tek faqja e presidencës. Zoti Fuçaj ka publikuar një njoftim që ka një festë masive në qytet? Jo, do ketë, jemi thirrur nga bashkia, ato kanë organizuar një festë të kësheshit e bashkia, pra nesër në orën 7 masdite na presin, ato kanë një festë e cilën e organizojnë, siç organizojmë ne para bashkisë me këngëtar, me muzikë. Dhe nga që ne kemi marrë, them drejtën, ata doshin me organizu, mas i dolem në kategorinë e parë, por ne këm ngulem gjithë bashkë, sepse ishim bindën se do marrim edhe kupën e dytë. Këm ngulem si të presim dhe të marrim edhe kupën e dytë, pra kupën e komplet kategorisë dytë, për me bë diçka më të bukur dhe për me shpërbly dhe megjithatë nuk na sollet kupën, u treguat modeste se u donte kupa e Bestidhës këtu përpara jush, por ne kemi si tradicie emision, por ndoshta në një moment tjetër. E kam pas pak problem, të them drejtën, sepse ka pas 20 e sa vite Bestidha po marr kupë, kështu që ajo është kupë, është fut në dry. Dhe deri nesër do dalë me minutazh, do dalë. Ndoshta nesër tek festa do të zbulohet dhe është organizuar ndonjë ceremoni me atë autobusin e hapur të futet skuadra. Nuk di me gjatë. Në shesh, ndoshta mund të jetë surprizë. Di vetëm se kjo është një organizim i cili normalisht duhet i falenderoj gjithë. Por them se ne kemi arrit diçka të mirë, por nuk është duhet jemi me kam tok. Unë them se Bestidhja nuk e ka meritu për me qenë të vite në kategorinë e dytë. Nuk mund të mbylli komentin për Bestidhës pa etiketuar edhe një kontribues maksimal për mendimin tim dhe të gjithë opinionit sportiv, siç është Agustin Cinmarini. Jashtëzakonshëm. Një njeri jashtëzakonshëm. Agustinin është kthyer tash në një institucion transmetuesi i ndeshjeve të gjitha Bestidhës, gjitha lajmeve lezhjane, të gjitha fuqeve, por Bestidhën e ka promovuar në çdo ndeshje së bashku me komentatorin Martin Dedaj dhe ekipin Gac Hila, Elvis Hila, operatorët që ai ka në pjesën e stafit të tij. Po fal ti, Bestidhja është ndjekur gjatë gjithë kampionatit. Agostini nuk ka nevojë për fjalë të mira nga Plori.
Agostini, nuk është viti i parë si punoj në Lezhë, është viti i dytë tashmë dhe normalisht e njoh vajag i Lezhë. Agostini është një nga njerëzit më të respektuar në qytetin e Lezhës dhe unë kam fatin që e kam njoft Agostinin, një njeri me aq kulturë dhe një njeri i cili i jep aq shumë qytetit vet. Pra është një kreaci e imja dhe e përgëzoj dhe i them si sistemin e Shkodranit jam më zotisht Shnedën sa më tepër, sepse Agostini është një personazh ekstra në shqip. Dhe falti, nesër mbrëma ne do të shijojmë drejt për drejt edhe festën që do të ketë Bashkia e Lezhës për sa i takon ekipit të futbollit, para ACM-ja, kështu është krijuar, institucionin mediatik, e thekson shpeshherë Martin Dede në koment, respekt Agustin Cilmarini, sepse Flori dhe gjithë opinioni sportiv ju vlerëson punën tuaj. Suksese profesor dhe shpresojmë se jo shumë lart kemi derbin verior Beslidhja Vllaznia. Shpresoj. Kalojmë tek basketbolli shumë shpejt, Rezia ka disa pamje nga super ndeshja, super klasikja e mbrëmjes së sotme që fatkeqësisht nuk u mbyll me atë rezultat të dëshiruar për Vllaznin, edhe pse pjesa e parë, pas një periudhe të parë me avantazh të thellë Tirana, barazoi Vllaznia në limit dhe u mbyll 44-44. Në pushim të ndeshjit ishte ceremonia festive në nderim të brezave të basketbollit shkodran që u organizua nga Këshilli i Qarkut Shkodër me iniciativë të kryetarit Edmond Dau, një pasionant i sportit, kryesisht i futbollit që e ndjek Vllaznin në çdo ndeshje brenda dhe jashtë Shkodër, por edhe të gjitha sportet e tjera. Ervin, folëm pak sa fillimisht edhe për vlerësimin tuaj, por diçka për ndeshjen. Mendoni se mund të ishte rezultat tjetër, prisnin tifozëria kishte shumë shpresë se mund të mbyllen me fitore këtë ndeshje, sidomos kur u mbyll pjesa e parë barabartë, por perioda e tretë i dha drejtim Tiranës për fitore. Të vetë nuk e kam pa këtë ndeshjen sonte. Se ishit me një angazhim tjetër, thamë më herët. Po marrë shkas për ndeshjen e parë, atë e kam pa krejt. Dhe mendoj që do të ketë ndeshje të katërt po tjetër në Shkodër. Kjo është e rëndësishme. Ju besoni se Vllaznia fiton Tiranë? Po tjetër. Ndeshjen e parë ishte edhe çështje e fatit që nuk fitoi Vllaznia. Me 3 pikë ka humbur Tiranë. Po. Edhe pak arbitrimi kam veten më duke njëshëm. Edhe sonte kishte shumë ankesa për arbitrimin stafi i Vllaznisë dhe trajneri Eni Llazani. Do ta rishon ndeshjen. Edhe po më thot kur po flit që ti për futbollin, po shkruasha me shok edhe më tha që Shestani nuk ka qenë mirë këtë ndeshje. Edhe ndeshjen e kaluar me ka më diku me 73 pikë. Në fakt me nisjen e periudhës së katërt lëshoi 2-3 pikë me një shpresë, por aty mbeti. Jo, më fal, në fundin e takimit u riçfat se Shestani me 2-3 pikë. Ndeshjen e parë ka qenë më mirë në fushë. Ishte vonë. Çodës gaboj ka bë 8 ose 7, domethënë që ishte. Pra pret me tepër skuadra nga Shestani. Po tjetër që pret më tepër. Edhe duhet të theksoj që Vllaznia u vroi një lojtar çanër, lojtari i fundit që erdhi te Vllaznia. Është marrë nga Kamza. Po, ai lojtar edhe fatkeqësisht u largua përfundimisht nga. Përfundimisht sepse ai ka bërë Celen Xhu, që është një dëmtim. Morej. Po, Morej. Po. Besoj që do ta kaloj me sukses në ndeshjen e tretë tjetër. Po ta vë Amerikën kanë shumë më të motivuar. Edhe sonte pati një dëmtim George, një dëmtim të rënd, por u mbajt në lojë, e vazhdoi takimin. Pati disa momente shumë. Po shpresojmë që të bëhet mirë edhe ai, mos harrojmë që ndeshjen e parë nuk ka luajtur edhe një lojtar tjetër, për edhe për shkak të dëmtimit. Edhe motivimi në ndeshjen e parë kanë shumë më i madh. Çfarë po fliçam me këtë shokun, po gjithsesi do ta rishof ndeshjen. Edhe fati dhe arbitrat nikunin që Vllaznia mos ta fitonte ndeshjen e parë. Tash shpresojmë që në ndeshjen e tretë të jenë edhe më të motivuar, që mos ta mbyllim me 3-0 këtë punë, po ta binë të katërt në Shkodër. Shkon me 4 ndeshje. Unë shpresoj dhe besoj që do të shkojnë me të katërt në Shkodër se s'bën. Edhe pastaj ta losin katërtën tu, pse jo, finalen e fundit në Tiranë, pastaj aty. Mundësitë kanë. Gjitha flasin në favor Vllaznisë pavarësisht rezultatit.
Atmosfera duhet të theksuar ishte super atmosferë, një stadium, një pallat sporti të mbushur. Gjithmonë Shkodra është atmosfera. Dhe kjo është merit edhe ekipit që e ka bërë publiku të... Nuk kena pas ndonjëherë probleme me atmosferën në Shkodër. Mjafton të jesh rezultativ. Shumë shpejt me karrierën tuaj, sepse e konsumuam ndeshjen, do të analizojmë ndoshta dhe do të dëgjojmë edhe prononcimin e trajnerit Edin Vllazani pas ndeshjes. Sa vite karrierë ka Ervin Berdica si basketbollist me Vllaznin? Unë nuk do të flas për karrierën time, po unë po flas me çfarë marrëm sot aktualisht, që është më e rëndësishme besoj. Pra, po themi pas një karriere shumë të suksesshme, mjafton të themi ka se 3 vite kampion rradhazi me Vllaznin, kapiteni i Vllaznis, sot trajner i moshave. Po. Unë aktualisht sot merrem me mosha, kam 2 ekipe, U14, U16, ekipe private të mia. Element cilësor? Po, te U14 shkova deri në çerek finale për herë të parë, domethënë, që merrja pjesë, që kjo viti i parë që marr pjesë. Ku zhvillohen, me çfarë kategorie kampionati? U14. Në 14 vjeç. Rajonal? Jo, janë domen 2 grupe, ato që shkojnë Tiranë e poshtë, ato që vinë Tiranë e sipër. Domethënë Tiranë, Pogradec, Vlorë, zonat, po. To janë që mos se këto. I kënaqur me Po, shumë i kënaqur. Sa vite ju bën me moshat? Viti i parë që marr pjesë në kampionat. Ndërsa që bëjës të vitje moshave janë diku 5 vjetë që merren. Po, këtë vite po të mujten me me lujtë në për kampionate U14 u 16. Presojmë që këtë vit bëjmë U18, ta bëjmë një zinxhir plot, sepse qëllimi jonë është ky, promovimi i basketbollit në qytetin tonë, që relativisht ka ra. Ju jeni me kolegun tuaj Heron Faslia. Po. Stadion. Po. Pjesë organikës tonë është edhe Roland Koka, edhe Kedi Zymeri. Jena një katëshë që... Ki përfasoni si ekip, si klub? Shkodra. Shkodra, klubi Shkodra. Shkodra, po. Është e Shkodra që ka qenë Shkodra? Jo, nuk është e Shkodra, është Shkodra tjetër. E formuar fillimisht nga Kora Bazani, se mbajmë... Jo, nuk është ajo. Po e di, kam qenë pjesë e asaj, unë jam pjesë e asaj të basketbollit. Përfasoni klubin Shkodra, rëndësishme që jeni brenda qytetit. Po. Ideja jonë është provimi të rive, që sot basketboll po luhet shumë pak në Shkodër, ta themi kështu, se po ta shif që radhë neshin, diku janë diku 7 apo 8 lojtarë të huj. Vetëm Shestani merr minuta që është Shkodran, edhe të çunat e ri, po thuaj se rrallhin e losin, sepse niveli... Teksa po zbrisnim nga tribuna VIP e Pallatit Sportit Qasim Dervishi i mërmen e sotme, Oltion Luli, ish kampioni dhe rekordmeni i atletikës, ishin shumë VIP, aty që përfasues nga Bashkia, Qarkut, dhe pëndisën ndeshën me tha një konstatim që Vllaznia e basketbollit ka qenë më e mirë kur kishte më tepër Shkodran në fushë. Unë nuk di të them apo më mirë më keqe, di të them që sot nuk ka Shkodran në fushë. Mendimi i Oltion Lulit. Duhet ta pranojmë që profesionalizmi i ka këto gjëra, po them vetëm basketbolli shqiptar nuk është te niveli i profesionalizmit që ta pranojmë ne këtë, sepse ne nuk kena as ligë inferiore që të zosin moshat tona, ke parasysh? Tekniku Vllazani ka filluar të jap hapësira elementit të ri. Është një grup aty që e pret ta promovoj. Dhe ndoshta me sezonet e ardhshme mund të eliminohen një kontingjent të hujve. Do të rritet Kopliku, të rriten me radhë të tjerë. Kjo është ideja jonë, që një të ardhmë jo shumë të larg, prap të rikthena me Shkodran te ekipi i Vllaznis. Që promovohet basketbolli sa më tepër nëpërmjet ekipit të rritënve, sepse fëmijët po nuk panin dike të luajnë basketboll, është shumë problem. Se për shembull futboll shohin, se profesorët e dinë duhet që ka masivitet të madh, edhe për shembull ka masivitet, po ta veshej. Nuk e di a losin 1000 fëmijë basketboll në Shkodër, kam përshtypjen që nuk losin. Domthonë, kjo është problem që e kam cek shpesh herë edhe vite më përpara, edhe që si rrjedhoj po ndoshta dhe prania juaj në këtë studio është i plus me tepër për promovimin e moshave. Unë po ta çef flas për këtë, që moshat promovohen sa më shumë, që të rikthehen aty ku kena qenë. Po çif shfotër jo shumë larg, 8 vite, 7 vite ke një dy lojtar të huaj edhe ke 12 Shkodran. Po ashtu mirë që ke pas 12 Shkodran të Vllaznia, po ke pas diku edhe ka 3 kvadra në ekipet e tjera. Që sot vetëm një mem që i duket lun të Durrësi dhe nuk di Shkodran të tjerë në ekipet të Shqipënisë. Ne po mundona këtë, po mundona ta masivizojmë sa më tepër që kur të sitën ato të tepërojnë sa më shumë lojtarë të mirë, gjithmonë duke marrë shkas nga vendet e rajonit, që i kena këtu afër i prekum i ndihmë edhe i shohim për ditë. Se Mali i Zi për shembull, a kena nevojë me fol për basketbollin e Malit të Zi? A kena nevojë me fol për basketbollin e Greqisë?
Pa kena nevojë për të Serbisë, nuk kena nevojë. S'ke nevojë me shku kaq lek, po marrim Kosovën. Shkollë me vete. Po, Shqipëron shumë më shumë se na. Edhe si rrjedhoj këto, pse jo, një ditë jena edhe pjesë e ekipit kombëtar, o të na përforcojnë. Që na kanë përforcuar. Ervin, klubi ju Shkodra, ku synon të pritet që të jetë në një nivel të lartë në kampionat të vitit të ardhshëm? Sa po ta thash tash ti, qëllimi jonë është t'i marrim këto mosha. Pastaj të masivizu edhe të arrijmë një par rezultatit. Gjithmonë rezultati jonë nuk është dalim kampion e mos marrim as i fëmijë. Qëllimi jonë është na të rrisim sa më shumë, sepse nëpër moshën profesorët e dinë më mirë, nuk është qëllim kampionati, është qëllim që këto fëmijë shkojnë të luajnë në një nivel të rritëm. Në vazhdimsi, ekziston mundësia ndonjë bashkëpunimi Vllaznia Shkodra për interes të basketbollit shkodran në përgjithësi? Po fëmijët aty çarkullojnë, Vllazni, Shkodër, Shkodër, Vllazni, një është i pakmashëm me moshën e Vllaznia, një është i pakmashëm me Vllazni në vend tonë. Do nuk ka asnjë pengesë. Rëndësishme si ka hapësirë. Atë që tha profesori por se Shkodra është shumë e madhe, nuk i mulën gjithë. O ata kanë mu ka diku tjetër. Edhe Lezhë është një hapësirë. O ekipet tjera të Shqipërisë. Kjo është ideja jonë, domethënë, për ekipet tona. Mirë, vinë edhe herë rikthejmë tek ajo, tek vlerësimi që u bëri Këshilli i Qarkut Shkodër, personalisht kryetari i Këshillit Edmond Doi, i cili ju radhiti në listën e një brezi të skalitur që i ka dhënë shumë basketbollit shqiptar. Falenderoj shumë. Kurime për çmimin e marrë. Me Shiroken, një koment shpejt me Ardit Manin. Ardit, si po përgatitet ndeshja? Se në drejtën ku luhet dhe kur luhet? Luhet të dielën në orën 3 në Selman Sermasi. Selman Sermasi, një fusha sjance? Po, fusha sjance. Kjo ndeshje kështu është. Është përgatitur në çështë fillim. Formula e tillë. Po, është formula që do të luhet një fushë seancë. Të dielën? Të dielën në 3. Në 3. Po. Keni tifozë ju ndjekin? Po, patjetër. Bile presidenti ka vu edhe autobuza. Bukur, kjo është live. Për të shkuar në Presidenti Ergja Xhani ka vendosur autobuza falos. Kena nxjerrë edhe shpallin për në orën 15 është ndeshja për nisja. Nisja në mos u gabosha në 12 përpara Hotel Grand Europes. Dhe për të mbështetur Shiroken, hapin e radhës. Nëse kalohet Sopoti, cila është nëse kalohet në Sopotin është luftëtari, jo, akoma s'ka marrë. Halas dihet domethënë është për momentin, por gjasat janë për të luftëtari. Luftëtari apo Kuksi? Janë luftëtari ose Kuksit, i cilat janë zonën e play-outit. Ekipet forta. Normal që janë forta. Ti marrim me radhën Atlas. Shiroka e ka përgatitur, i ka marrë masat e duhura. Mendoj se ta kalojmë këtë ndeshje, pastaj unë du të them diçka që ndoshta me gjithë respektin për Besljidhen, i cili edhe tonusin e kategorisë 2 edhe me drejt e ka merituar. Përveç punës jashtëzakonisht mirë të profesor Blorit, por edhe mikut drejtorit sportiv Renato Maloci, kam fatin për rreth një muaj e gjys që po bëjmë kursin bashkë të drejtorit sportiv. Dhe të them drejtën angazhimin, po... Ju mbaj mend sistematikisht në 5 veçanë e fundit kurs pas kursi. Po, ne ecim me të parimin që çdo ditë mësohet. Ka shpër për përfundon kursin për drejtor sportiv? Po, eksperienca e mirë është që në çdo fushë, sa kena shembullin e mirë Besljidhes, i cili, them drejtën, fal investimeve që ka bë zoti Fusha, është në vetëm ekip që kanë kriju struktura dhe gjatë cilës e tha me plot gojë edhe profesor Plori që i kanë lehtësu punën trajnerit dhe shpresoj që këtë gjatë ta bëjmë edhe tek Shiroka, ndoshta vitet e ardhshme, që të krijohen strukturat e duhura dhe trajnerit punojnë me lehtësi, sepse nuk ka nevojë më trajneri për me pas u siguru kja ose siguru kja. E din shumë mirë profesor Plori, ndoshta edhe në elit mund të ketë pas problematika trajneri ose edhe drejtori teknik. Por nëse krijohen strukturat e duhura, aq më lehtë bëhet puna dhe fokusohet trajneri tek puna vet dhe të tjerët punojnë atë punë që i takon. Të gjithë bashku bëjnë që ekipit ecin përpara. Dhe kjo është kryesorja për kampionatin shqiptar dhe për ekipet aq më tepër që vujnë për ekipet, sepse nuk ka një strukturë të duhur, të cilët njerëzit punojnë punën që i takon. Shpresojmë që ta arrijmë, megjithatë ndeshja jonë finale është kjo me Sopotin, të them drejtën.
po punojmë gjithë javën shumë mirë. Falë edhe për kushtimit presidencë, por edhe për kushtimit çunave, se them drejtën nuk është e kallajt sa të neshit e fundit karrierë është edhe motivimi është pak më i vështirë. Megjithatë, them që do t'ja dalim. Jena optimist që do t'ja dalim dhe shpresojmë që ngaci rrollën tjetër t'jena mund të flasim pozitivisht për Shirokën. Mund të kemi një realizim objektiv, jeni të bindur se? Shive, Shiroka, diskutova më përpara, Shiroka pra mënyrën se si u fut në kategorinë e dytë. Ka kaluar e fazë, ishte fillimi. Thamë drejtën, kena realizu në vazhdimsi. Madje keni udhëhequr fazën e parë për disa javë si kryesues. Kena realizu një punë të jashtëzakonshme, kena bërë një punë të jashtëzakonshme, të gjithë bashku. Thamë që është e kalueshme edhe Sopoti. Thamë që është e kalueshme, megjithatë, t'ja lojmë ndoshta fushë se është edhe më mirë. T'jena me kam top. Më vjen mirë që ka këtë organizim dhe presidenti Ergi Axhani me të vërtet Plori do të vlerësuar Axhani. Absolutisht. Ka marrë nga zero këtë skuadër. Nga skuadra, nga kampionati 9-9. Fillimisht. Unë mendoj se kur është zhvilluar kampionati 9-9, krijoi Shirokën dhe kush e mendonte se do të rivalizonte për titull. Kjo është një finale, e cilën e kanë në fushë asnjëse. E mira e kësaj finale në fushë asnjëse është sepse nuk ka skuadër të cilat tashmë kalon me barazim Sopoti, e cila ka mbyll para tyre në. Pra, rezultati është i barabartë, nuk ka avantazhe. Është neshje teke, e cila neshje teke dihet se si janë, por unë duhet të theksoj, ta them drejtën me shpirt jam tifoz me Shirokën, sepse kuptohet janë djemt ton, aty pjesën më të madhe të ekipit i kam stërvit, dhe do të kisha dashur me shpirt me e kalu në finale, paktën me provu dhe finalen e play-offit, e play-outit, si quhet. Pra me njërë prej kukësit apo luftarit? Nuk duhet shkojnë me mendimin, sepse këto janë gjithë djemë po të thysh pjesa më madhe, 70-80% e ekipit janë Shkodran. Nuk duhet shkojnë me mendimin se jemi befasi dhe kemi arrit mjaft deri këtu. Është një skuadër, ajo mund të quhet me plot bindjen Vllaznia B, pra unë duke ditë se çfarë lloj sportistash ka. Dhe ajo duhet shkojë të konkurrojë me një Sopot i cili është një skuadër ku gjithë këto vite ka tentuar ngjitjen në kategorinë e parë. Pra, është një skuadër e cila ka më standard grupin, ka një trajner shumë të mirë dhe ka një rival, një kundërshtar drejt për këtë neshje. Unë shikoj një neshje të vështirë, por nëse do të mësojë me përfshirje 60-40 ose 60-40 do ta vesha për Shirokën, duke ditë lojtarët dhe aftësinë e lojtarëve si kanë. Pra, nëse këto arrin me dalat në finale, pastaj atje mund t'i lirojnë çunat dhe mund të thojmë kemi arrit mjaft, edhe tani ta provojmë për me kap kategorinë e parë. E mira, gjitha të mirave është që përpos Beslidhjes se ka kaluar në parën, edhe Shiroka ta bëjë të hap dhe t'i lirojë vend Vllaznisë B, se Vllaznia B po bëhet gati për të ardhur në të dytën. Ka ardhur, si thekson, por zyrtarizimi është dielën në Bulgjiz. Bulgjiza Vllaznia B, tekniku Brikeno Bizi dhe kolegu i tij Ersi Çaku janë gati për të festuar. Zyrtarisht akoma nuk ka hapësirë për të festuar, sepse duhet një rezultat edhe barazimi duket, apo edhe golevarazhi, por duket se gjithçka ka përfunduar, por festa e Vllaznisë B organizohet të dielën në Bulgjiz, Bulgjiza Vllaznia, dhe Vllaznia B do bëhet pjesë e kategorisë kampione në kategorinë e tretë dhe automatikisht kalon në të dytën. Ku duke shpresuar se Shiroka do të kalojë në të parën, atëherë Vllaznia B do të jetë konkurruese me Basanjen dhe me Veleçikun e Koplikut, patjetër edhe me Tërbuni i Pukut, se nuk bëri hapun i durur, se theksojmë edhe Tërbuni pati ndeshjen e parë të play-offit. Shiroka e fitoi me Erzenin dhe vazhdon garën. Tërbuni u mund nga Sopoti Librazit dhe e mbylli këtu kapitullin për këtë sezon sportiv. Këtu mbyllim të nderuar shikues emisionin ton për sonte, por do të keni kronikat. Kronikat që janë rezervuar nga regjia, nga kolegët e mi Nina Jakova dhe Florian Gerdani. Unë falenderoj Elvis Plorin dhe e uroj për titullin kampion me Beslidhjen Lezhë. Urime edhe të nesër të kthesa e madhe në sheshin përpara bashkisë dhe shpresojmë shumë shpejt derbi i Superligës Vllaznia Beslidhja. Ervin Berditha, urime për titullin që morët nga Këshilli i Qarkut dhe suksese me ekipin Shkodra. Faleminderit.
Suksese Shirokës, profesor. Kënaqësi. Sa herë që viktu është me të vërtetë kënaqësi. Faleminderit. Kjo është edhe shtëpia ju që kemi kaluar një Europian së bashku me ju dhe me kolegun tjetër Edmond Doçi dhe tashmë po vjen botrori. Akoma drejtori i televizionit Jetmir Shpuza që sot ka pasur ditëlindjen, e urojmë nga kjo studio. Ka pasur një festë kolektivi i RTS Shkodrës në orët e mesditës, duke festuar ditëlindjen e drejtorit Jetmir Shpuza, që më qërë rasti po bën gati edhe projektin për botrorin. Kjo studio do të shndrohet në komentet e botrorit. Pra do të ndishti shumë shpejt tashmë, sa po të mbyllim emisionin zyrtarishte, do të jenë të para do të jenë intervistat pas ndeshjes në Nikodovana, ku Bestida Lezhë është shpallur kampione e Shqipërisë për kategorinë e dytë, është trajneri Plori, është Ardit Hila, është presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, për të vjuar pastaj me futsallin fitorin 6-1 të Vllaznisë ndaj Tiranës, është gjimnastika, kampionati kombëtar i gjimnastikës për meshkuj, ku Vllaznia është shpallur kampione me trajnerin Izmir Kashi dhe do të vjohet me atletiken, ku u mbyll me një super sukses të atletikës U18, u shpallën kampion për herë të 18 radhësi. Natën e mirë, edhe njëherë faleminderit për ftesën dhe mirë takoshim të mërkurën e ardhshme në këtë studio për të folur me optimizëm, jo vetëm për fitoren e Vllaznisë të shtunën ndaj Byllit në Shkodër, por e mërkurë ardhshme ballafaqson Vllaznin në transfert me Tiranën. Dhe atëherë mirupafshim. Jam i lumtur, jam shumë i kënaqur, e tregon dhe fytyra, tregon gjithçka, sepse kemi bërë një sezon shumë mirë dhe pavarësisht arritjes në kategorinë e parë, them drejtën e doja edhe këtë kupë për punën që kanë bërë gjithë çunat, për korrektësinë dhe seriozitetin e presidencës, e doja për punën edhe angazhimin e gjithë stafit tim, e doja për gjithë qytetin mbi gjitha, që ta marrim këtë kupë dhe ta kurorëzoshim me një fitore të pastër si që bëmë 2020. Profesor, çfarë do të veçoni nga ky sezon? Diçka të veçantë që ju e ka mbetur në mendje? Them të drejtën, është një sezon kur kthehesh mbrapa dhe mendon se kur kemi filluar. Pra pakush e ka menduar, kanë thënë si janë shumë vonë, 21 ditë jena organizuar 21 ditë para fillimit të kampionatit, por duhet veçoj forcën që gjeti grupi tek njëri tjetrin dhe bashkëpunimi njohja mjaft e mirë mes njëri tjetrit. Pra, u kriju shumë shpejt një grup i cili kanë vite për mu kriju. Kjo është e veçantë e kësaj skuadre të cilën ju e pat dhe sot ka një harmoni të jashtëzakonshme në fushën e lojës. Profesor, tashmë besoj ke nisur të mendoni për sezonin tjetër apo jo? Them drejtën, janë bërë disa diskutime, por duhet bërë një analizë e mirë e këtij kampionatit në kategorinë e dytë dhe normalisht duke pa dhe të gjitha detajet për kategorinë e parë, mendoj se do të uleni, kemi kohë ta shijojmë pak fitoren, ta shijojmë ne, ta shijojmë tifozat, gjithë qytetin, pastaj mendoj se do bëjmë mirë. Urime profesor, faleminderit. Më thonë drejtën siç e theve ti, që sezoni i vështirë, se nisi me vonesë, po thuaj se 10 ditë se viti u gëmullu ekipi, u bë shumë shpejt. Me ne edhe në lojtarëm ato problemet tona në për klubet që kemi pas. Por me thonë drejtën, duke pas të besim ke lojtarët, ke stafi, të presidenca, se cilët na kanë mbështet gjatë gjithë vitit. E dishim çfarë kapaciteti kishim si lojtarë dhe ja lishim thjesht kohës që të arrishim ku arritëm dhe jemi mjaft lumtur që është problem njerëzve që japin parët për këtë punë me fol. Dhe janë dhe të lumtur, për që janë dhe të lumtur, jemi dhe në të lumtur. Ila, çfarë të veçante ka ky sezon për ju? Ky, me thonë drejtën, është i pari kategorinë time që luajnë këtë kategori, por ndjehem mirë të ndesh, është ndjesi e mirë, cilën vlerësojmë, dhe jam i kënaqur. Do të jetë Hila pjesë e bisedës edhe për sezonin e ardhshëm, keni folur diçka? Po, kemi folur deri diku, besoj që po. Gara ka qenë e bukur, por fakt Beslidja e ka udhëhequr atë gjatë gjithë kampionatin në grupin e vet dhe sot e meritoi fitoren. Unë dua ta përgëzoj Beslidjen, por edhe Orikumin për ngjitjen në kategorinë e parë. Ti falenderoj për kontributin që kanë dhënë gjatë këtij sezoni dhe ti uroj suksese tashmë në kategorinë e parë.
Vllaznia Futsalës po vijon formën e shkëlqyer në kampionat duke konfirmuar ambicjen për të mbrojtur titullin kampion. Skuadra kuqe blu e udhëhequr në fushë nga kapiteni Alsit Tafili dhe në panking nga Arben Xhaferi, kryeson renditjen me 13 pikë pas 5 javësh, me 4 fitore dhe 1 barazim. Në sfidën e fundit, Vllaznia ka marrë një fitore bindëse 6-1 ndaj Tiranës, rivalit direkt për titull, edhe pse me mungesën e rëndësishme të Ari Dipagjis. Kuqe blu dominuan takimin që në pjesën e parë duke shënuar 4 gola. Autorët e golave ishin Denis Shokaj, Besfor Gjoklaj, Samir Hyseni dhe Alsit Tafili në pjesën e parë, ndërsa në të dytën realizuan Semir Gokaj dhe sërish Tafili. Tirana shënoi vetëm një herë pa mundur të rihap ndeshjen. Ishte një si tip vazhdimësie të asaj ndeshjes Tiranë, të cilët na erdhi hith të barazimi, por treguam që jena ekipi i cili ndoshta e kena dominu deri diku këtë kampionat dhe shpresojmë ta çojmë kështu deri në fund. Kishte hapi kryesor drejt një play-offit e cili është në favorin tonë, sepse duhet të marrim vendin e parë dhe duke marrë vendin e parë besoj që mund ta kemi play-offin pak më të lehtë, por kjo është një sport i cili çdo rezultat mund të ndryshojë nga momenti në moment, kështu që duhet të rrimë me këmbë tokë dhe të shohim përpara. Me këtë ritëm, Vllaznia jep sinjale të qarta se synon të përsërisë suksesin e sezonit të kaluar. Në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi u zhvillu edicioni i radhës i kampionatit kombëtar të gjimnastikës artistike me pjesëmarrjen e mbi 150 sportistëve nga 9 ekipe të qyteteve të ndryshme të vendit. Në ceremoninë e hapjes mbizotroi një atmosferë entuziaste, ndërsa drejtori i sporteve në Bashkinë Shkodër, Auron Miloti, vlerësoi bashkëpunimin me Federatën Shqiptare të Gjimnastikës për organizimin e këtij eventi në qytet. Presidenti i Federatës, Leonard Lulaj, u shpreh i kënaqur për pjesëmarrjen dhe nivelin e kampionatit, ndërkohë gjimnastët e Vllaznisë në drejtimin e trajnerit Izmir Kashi spikatën duke fituar 13 vende të para. Masiviteti edhe kualiteti i gjimnastëve për gjitha grup moshat. Masiviteti për gjitha grup moshat ishte një nivel shumë të kënaqshëm. Dhe them të drejtën, jam shumë i gëzuar nga puna që kanë bërë trajnerat e gjitha ekipeve. Kishim edhe ekipe të që morën pjesë për herë të parë, dhe ata banë një paraqitje njëjtose. Ne i dëum garën e Kupën Republikës në 2 ditë. Shkoda ishte me 2 ekipe dhe 9 ekipe ishin për rreth krejt aktivitetit kombëtar, që është aktiviteti më i mirë që duhet. Gjatë 2 ditëve të garës, gjimnastët konkurruan në disiplina të ndryshme, duke treguar nivel të lartë sportiv. Aktiviteti u mbyll me ceremoninë e ndarjes së medaljeve, diplomave dhe trofeve për fituesit. Vllaznia është shpatur kampion në atletik për kategorinë U18, duke konfirmuar edhe një herë traditën dhe forcën e sportit shkodran në këtë disiplinë. Suksesi vjen vetëm pak ditë pas titullit kampion në kategorinë U16, çka dëshmon për një vazhdimsi të fortë dhe një bazë të konsoliduar të talenteve të reja. Kryetrajneri i atletikës shkodran Albert Marashi u shpreh i kënaqur për këtë arritje, duke theksuar se rezultatet janë fryti i punës së vazhdueshme dhe përkushtimit të sportistëve. Ne ishim përgatitur për këtë aktivitet në U18, kishim ato pretendimet tona dhe u realizuan më së mirit dhe çka u paraqitën në rezultate arritën nga sportistët. Duke zënë përkatësisht vendet e para pothuajse në çdo disiplinë, sidomos në garat e sprintit dhe të kërcimeve. Kishte rezultate premtuese, çka janë një diçka pozitive që i vjen në ndihmë edhe ekipit të rive edhe ekipit të rriturve. Unë do të falenderoj të gjithë sportistët dhe trajnerët për përkushtimin e tyre. Kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Duhet i përgëzoj dhe sportistët edhe një herë për rezultatet arritura, që premtojnë shumë për aktivitetet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Sipas kryetrajnerit Marashi, po rritet një brez i ri talentuar që garanton të ardhmen e Vllaznisë në atletik dhe vimësinë e rezultateve pozitive në garat kombëtare.